Gertini Aliu, 44 vjeç, u arrestua në Belgjik pasi ishte shpallur në kërkim për pjesëmarrje në organizatë kriminale për trafikim të lëndëve narkotike. Mësohet se Gertini Aliu në disa episode del në dosjen e prokurorëve, teksa bisedojnë në Sky me Redi Tushën, vëllane e bodyguardit të ish kryeministrit Sali Berisha, si dhe me Rigel Spresi, Genci Telollarin. Sipas informacioneve, Gertin Aliu shërbente si ndërmjetës mes grupit shqiptar dhe atij italian të drejtuar nga Rigel Spresi. Pjesë nga dosja. Referencat për figurën e Redi Tushës si shtetas shqiptar që nga Shqipëria ishte në gjendje të furnizonte me heroin të pastër grupin që drejtohej nga Rigel Spresi, dalin që nga muaji tetor 2021 në rastin e bisedave të përgjuara ambientalisht mes Spresit dhe Telollarit dhe mes këtyre dhe Gerti Aliu, i cili ndërmjetësonte kontaktet me trafikantët shqiptar të drogës, në veçanti më 14 tetor 2021, gjatë një bisede të përgjuar mes Spresit dhe Telollarit. Ky i fundit kërkonte konfirmim nga Presi se personi me të cilin Gerti Aliu ishte në kontakt me një që quhej Redi Tusha, duke sqaruar se pak më parë, gjatë një video telefonate me vetë Gertin, i kishte parë së bashku. Do vi Gerti dhe do të flas personalisht, më tha për një vend tjetër, duhet të gjejmë një magazin për ta mbajtur. Si the ti? Tusha. Po, Tusha. Redi. Ishte ai më parë në dhomë me Gertin. Rezulton se Gerti Aliu jo vetëm ka njohje me Adi Çoba, por i referohet Bazholit si emër që ka një rëndësi. Gerti Aliu rezulton të ketë njohje edhe me Orges Smollën, i fundit rezulton në përgjim telefonik, përshkruar më sipër, por edhe nga përgjimet ambientale të përgjuara nga autoritetet italiane, si personi dyshuar në gjetjen dhe shpërndarjen e lëndës narkotike të llojit heroin.